Mirë, me mua në studio është bashkuar ish prokurori dhe avokati, zoti Ervin Karanja. Zoti Karanja, mirë mbrëma, kënaqësi që jeni me mua në ora e fundit. Përshëndetje. Zoti Karanja, një datë që lidhet dhe me hetimet më të fundit të SPAK është 21 janari, ky vit shënon në fakt edhe 15 vjetorin e asaj ngjarje. Ju keni qenë pjesë e grupit hetimor. Ka zëra gjithashtu se SPAK ka arritur të rikuperojë serverin e kryeministrisë. Por është vetëm serveri Chelsea zbardhjes së kësaj ngjarje? Tani duhet kemi parasysh çështja e 21 janarit është një çështje vështirë, sepse kanë kaluar 15 vjet nga koha e kryerjes së veprës penale, që është vrasje e qytetarëve dhe e 4 qytetarëve dhe rrezikimi i jetës i gjithë qytetarëve të tjerë që kanë marrë pjesë në ato protestë. Pra kanë qenë edhe pjesëtarë të opozitës, duke përfshirë dhe kryeministin aktual Edi Rama. Në lidhje me serverin, ne presim se me zhvillimin e pajisjeve të gjurmuse ose rikuperuse më saktë, sepse serveri duhet të rikuperohet ose bëhet klonim, nëse mund të ketë ndonjë dhënë sepse serveri i pamjeve filmike është ai moment pra ka fiksuar momentin e ngjarjes, sepse kamera ka qenë shumë afër vendit që nga ku është qelluar, pra trupat e gardës kanë qelluar në drejtim të protestuesve. Konstatojmë, nga që kemi parë në media, se çështja është në hetim, duhet jemi korrekt dhe me sekretin hetimor, kemi një avokati Arben Gangozi, po të keni parasysh, bëri një publikim të listës së bashkëpunëtorëve të shërbimit sekret shtetëror. Dhe një nga bashkëpunëtorët ishte emri i prokurores së përgjithshme të kohës, Ina Rama. Pra, u ngrit pretendimi nga ana e avokatit, doli lista me gjenitete të sakta të Ina Ramas, që rezultonte të ishte bashkëpunëtore shikut. Po tjetë kjo është një diçka shumë e rëndë, se në bazë të ligjit, nuk lejohen që bashkëpunëtorët e shërbimit të jenë aty. Në rast të është e vërtet, duhet parë dosja operative personale, pra dosja operative, sepse një personi shikut raporton diku, çfarë ka raportuar, si qyshtek, dhe mund të lindë nevoja që të pyetet për të dokumentuar këtë moment. Çfarë do të thuash me këtë që raporton diku një po ti je bashkëpunëtor, qoftë një shërbimi kombëtar ose ndërkombëtar, shërbimeve të huaja të tjera, duhet të raportosh. Pra, raportimi është informacionet që dërgon. Informacionet mund të jenë verbale ose të shkruara, por në përgjithësi janë të shkruara. Nëse, sepse kjo është një akuzë, por është një dhënë publike, e para shiku duhet të reagojë, nëse është apo jo bashkëpunëtore, dhe vetë zonja Rama duhet marrë një qëndrim, është apo jo. Aty ka dalë te official number 3, dhe më thonë të kemi parasysh dënat, kanë dalë në duket që kemi të bëjmë me një regjistër elektronik, është foto e saj, data e lindjes, emrin, pra ka gjenitetet, dhe nuk ka mundësi të ketë gjenitetet. Këto janë të dhënat që kanë rrjedhur në vitin 2022, po të kemi parasysh hakrimet të bëra nga hakerat iranian. Kjo duhet sqarohet, sepse më fal, ka dhe dosje tjera. Pra, çfarë qëndrimi është mbajtur me 21 janarin me shërbimin, çfarë qëndrimi është mbajtur me dosjen Durrës Kukës, kemi rastin e Kosta Trebickës, që u diskutu që ishte aksident rrugor e tjerë, por çfarë qëndrimi është ka marrë dhe çfarë dhënash ka. Sepse ka dhe i problem tjetër me vettingun, sepse po ti është bashkëpunëtori i vettingut, bashkëpunëtori i shërbimit nuk mund të jesh në vetting. Pra tek vlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve, sepse vettingu merr dhëna nga shiku. Tash duke qenë bashkëpunëtori, pra veti çon dhënat, veti vlerëson. Pra është konflikt interesi. Dhe ti po thuaj gjitha kjo mund të jetë poshtë edhe procesin e vettingut? Kjo vi vë një pikpyetje shumë të madhe, sepse një person që prodhon vetë informacione, që është informator, këtë informacion e merr dhe e vlerëson vetë. Pra, është konflikti hapur interesi. Pra, rasti konkret duhet sqarohet nga shërbimi informativ shtetëror, pra duhet të deklasifikohet, sepse ajo doli. Faktin që ti, si shtet, nuk ishe i zotit të ruaj të dhënat, tregon që nuk je në rregull me administrimin e regjistrit elektronik, sepse sot dhënat janë në formë elektronike. Dolën fotot e tjera. Pra kjo duhet të verifikohet, të pyetet Ina, të japi sqarimin lidhur me diçka e fundit që ka dalë këto ditë, dhe mendoj që do ketë interes për publikun që të dali. Është apo jo? Dhe gjitha kjo çfarë ka të bëjë me hetimet për 21 janar? Po çfarë ka të bëjë? Kupton, pra një drejtues që është bashkëpunëtor i shikut, do më thoni, shërbimit nuk është i panshëm.
sepse duhet të jesh i paanshëm, pra duhet të shohësh provat si prova, se nëse ti raporton me një vend tjetër, nëse je i dypunësuar, e para është kundërshtim me ligjin. Sepse s'mund të jesh i dypunësuar dhe këtu dhe çka ke raportu, kush është bashkëpunëtori, nga kush merr informata, dhëna e tjerë. Prandaj ky është problem që duhet të sqarohet, është apo jo? Kjo duhet të sqarohet, sepse thash janë shumë dosje të cilat janë hetuar nga prokuroria, të cilat kërkojnë paanësi, pra ti jesh i paanshëm dhe i pavarur, sepse nëse je i varur nga një institucion tjetër, pra që këtu bie besueshmëria dhe mund të kemi probleme me hetimin e me gjonën. Pra, çështjet penale, ligji e parashikon në mënyrë të pastër. Nuk mund të jesh bashkëpunëtor, gjyqtar ose prokuror, sepse ndikohesh në dhënien e drejtësisë. Më lejo t'ju drejtojmë drejt për drejt. Çfarë do të bënit ju si një ish prokurori i asaj ngjarje? Ku do i përqendronit hetimet? Çfarë ka mbetur akoma pa u hetuar, apo kush mund të jetë ndoshta një nga dëshmitarët kyç të asaj ngjarje që s'pak nuk e ka thirrur ende. Çfarë prove tjetër, le të themi, ka mbetur pa u marrë nga SPAK për të shkuar drejt zbardhjes? Mendoj që provat duhet të merren në mënyrë dinamike, pra duhet merren provat njëra mas tjetrës. Dje pashtë në një televizion, Spartak Brau bëri një deklarim, për shkakun, që mund të ketë vlerë. Spartak Brau deklaroi që Lulzim Basha kishte marrë ish ministri i brendshëm që kishte përgjegjësi direkte, përgjegjësi ligjore, pra komandanti i gardës, kishte varësi dhe përgjegjësi ligjore te ministri i brendshëm, kishte kontaktuar me Ilir Metën dhe i kishte thënë që predhat në trupin e viktimave nuk janë të gardës, ndërkohë që rezultojnë ndryshe. Nga e ditë këtë informacion, pra doli dhe një diçka e re, pra duhet mbledh provat, indicjet, çdo gjë e dhënë. Dhe sipas jush ku çon e gjitha kjo? Po mblidhen indicje, pra kjo është e vërtet apo nuk është e vërtet? Pra kjo marrja e, domethënë, ti nga e morë vesh informacionin sepse predhat dolën që ishin nxjerrë nga armat e gardës, ti the se janë nxjerrë. Pra nga e morë këtë informacion, si e morë, pra sepse ke qenë vetë personi direkt, sepse Basha nga rezulton në datën 23 takime me Bamir Topin, pra këtu ka bërë, pra shohim një sër veprimesh në njëra tjetër, po do jetë, pra po bëjmë një analizë publike të prova. Nëse kemi parë dosjen, dosja është, thash, janë bërë shumë veprime tjera dhe do bëhen prapë, dhe do vlerësohen në tërësi. Kemi dhe audiopërgjimin që kemi diskutuar, të dorëzuar nga gazetari Artan Hoxha. Artan Hoxha, domethënë, thotë që është audiopërgjim origjinal, domethënë kuptimi që është autentik. Gjitha dhe avokat Beshiri në këtë studi që vërtetuar që nuk është i montuar ose diçka, sepse fati që e ka paraqitur një provë, se nuk mund të paraqitësh prova jo të sakta. Tash do verifikohet zëri apo jo, është i personave apo jo, ka shkëputje apo jo, dhe do verifikohen me pronat. Pra këto janë provat, edhe një herë theksoj, janë provat publike, të cilët kanë dalë dhe mund të bëjmë një farë analize dhe diskutimi. Kemi dhe pyetjet tjera që mund pyetet të personave tjerë, që do t'i çmoj organi procedus, dhe kjo është pak a shumë do dilet në një konkluzion. Zoti Karanja, së fundmi në SPAK për 20 janarin është thirrur Basha, është thirrur Berisha, është thirrur gjithashtu ish presidenti zoti Bamir Topi. Ju thoni që në SPAK duhet të thirret edhe ish kryeprokuroria e kohës Sina Rama. Po ju vetë, zoti Karanja, duhet të thirreni në SPAK? Si ish prokurori çështës? Por mu nuk ka asnjë problemi, unë jam gati të deklaroj nëse çmon organi procedus, çfarë di, mund ta them. S'ka asnjë problemi, çfarë di, unë theksoj, kam qenë për 20 ditë prokurori i çështjes. Pra për ato për 20 ditë mund t'ja vë në dispozicion, pra nëse i duhen hetimit, janë në dispozicion, nuk ka asnjë problemi. Po i gatshëm, s'ka asnjë problem. Mund t'i sqaroj, ne kemi zbatuar ligjin dhe personalisht u kam zbatuar ligjin. Kur ke zbatuar ligjin, jemi në rregull për veprimet procedurale, qyrjen e vendingjarjes dhe çdo veprim që kam bërë, për aq pjesë, për aq kohë sa kam qenë prokurori i çështjes. Mendoj që kemi bërë, jo se po e themi domethënë për diçka, po janë bërë veprimet kryesore. Janë bërë, sepse gjetja e gzhojave që janë konstatuar gzhoja, pra gzhojat që janë nxjerrur të kalibrit 9, pra kalibrit 9 janë që përdorin fishekët e kalibrit 9, pra janë gzhojat e tyre, kemi gjetur në vendngjarje, kemi konstatuar dëmtime të tjera, prokurorët e tjerë kanë bërë veprime se kemi qenë një grup hetimor, por duke qenë se unë vetë po komunikoj me publikun,
emrat e personave tjerë që kanë qenë nuk mund t'i them. Qofse ata duan të flasin. Unë për çfarë di jam i hapur të flas për çfarë do lloj problematike, nuk ka si lloj problemi. Gjatë hetimit, sigurisht që një prokuror bazohet edhe te perceptimi i tij për ngjarjen. Ju çfarë perceptimi keni? A është dhënë një urdhër për të qelluar mbi protestuesit dhe mbi të gjitha kush e ka këtë fuqi për të dhënë një urdhër të cilin garda është detyruar që të qellojë mbi njerëz? Tani çështja është në hetim, duhet të qenë korrekt. Pra po mblidhen prova, kemi një audio përgjim, duhet verifikuar është. Po jepni përgjigje si ish prokuror. Jo, domethënë si ish prokuror. Tani sepse ka një diçka që të jemi korrekt. Domethënë kjo çështje vlerësohen provat nga prokurori vet. Kemi një audio përgjim që ajo është bërë publike, është bërë pjesërisht publike që ka dalë dhe diskutohet. Nëse vlihen prova sepse është moment delikat. Pra, domethënë dhe duke mbledh provat në tërësi, del autenticiteti, verifikohen tjerat, shifet ligji, është ke ligji apo jo, sepse duhet kemi parasysh që është regjistruar vepra penale, është regjistruar për 3 vepra, procedimi penal. Dhe 2 vepra janë parashkruar, po pavarësisht saj, veprat penale të parashkruara, pavarësisht janë parashkruar, mund shërbejnë si provë ose si indicie për fajësinë ose pafajësinë e ndonjë subjekti. Kështu që mendoj t'ja lëm hetimit këtë, sepse duke qenë se jam dhe ish prokuror dhe i vë dhe kolegën në ciklet kuptimin tash. Ja është çështje në hetim, verifikohet, pra provohet, s'provohet është gjë tjetër. Por fati që është hapur çështja, fati që është hapur dhe po bëhen veprime tregon që do kemi zhvillime në kuptimin e asaj që do dilet me një vendim përfundimtar, nuk do marrë dosja me vite, siç është bë praktike. Pra, do të thonë janë disa çështje të vjetra të cilët rrinë sirtar. Kjo duhet dali populli shqiptar të marrë vesh çfarë ka ndodhur. Pavarësisht se janë parashkruar veprat penale, ke veprat parashkruara, duhet dihet kush ka shpërdoruar detyrën, kush ka shkel ligjin, që nesër të ketë detyrim moral, se dalin disa njerëz thonë jo bëra këtë, bëra atë, por e vërteta duhet dali. Kush nuk ka bërë detyrën, kush është mburr kot pa lidhje me marr dekorata ose spaleta që nuk i takojnë, populli duhet di se çka ka ndodhur. Tu e ke fjalën për ish kryeprokuror. Jo, nuk e kam pas. Lejo të vetemi sërish te perceptimi. Dhe t'ju bëj një tjetër pyetje, prokuror. Kur mendoni ju se familjet apo fëmijët e viktimave do të marrin drejtësi? Mendoj që kjo ka pasur, domethënë, më vjen keq për viktimat, të cilët e kanë ndjekur çështjen deri në Strasburg. Pra, në momentet e para dhe ndjekja ka qenë lëvizja proceduriale, ligjore, viktimave të veprës penale, që kemi arritur sot në këtë ndjekje penale. Sepse prokuroria, që kur u nis hetimi atëherë, kemi diskutuar për ngërçim procedurial. Zyrtarët e lartë në kohën që ka ndodhur vepra penale hetoheshin nga prokurori i përgjithshëm. Nuk është bërë detyra nga prokurori i përgjithshëm dhe viktimat e veprës penale kanë 13 vjet që bindin prokurorin një veprim të papërgjegjshëm para 13 vjetësh, që thonë ore hetos zyrtarët e lartë. Dhe edhe prokurori Spaku deri në gjykatë lartë Po e drejt, nuk e kam marrë përsipër. Megjithatë, pa e paragjykuar, tash po shohim një fillimisht më pas detyruar nga gjykata e lartë dhe gjykata e Strasburgut. Pra, gjykata e Strasburgut ka thënë duhet hetohen zyrtarët e lartë. Gjykata e lartë e ke kompetencë të riq dosën dhe hetohet. Nuk kemi paraparimit në bisinidën, pra gjë së gjykuar, do hetohen zyrtarët, hetohen dhe në fund fare dilet me një vendim përfundimtar. Mendoj që duke pasur parasysh intensitetin e veprimeve hetimore, mendoj që çështja do ketë një zgjidhje. Pra, familjarët do kenë drejtësi të marrin vesh se çka ka ndodhur. Pra, nëse janë veprimet të vetë personave që kanë qëdhuar, pra që kanë qëdhuar drejt, apo ka pasur urdhë, apo jo do të aseroj hetimi. Pra, se është një çështje që fati që është konstatuar nga gjykata e lartë mas 13 vjetësh, dhe më thënë është diçka, janë dhe kolegët, pra edhe kolegu Spakut dhe prokurorët janë një vështirësi. Sepse si ti thush një personi sot, ku ke qenë para 13 vjetësh, çka ke bo. Pavarësisht është një ngjarje që mbahet më që lë gjurmë në jetën tënde, por kalimi i kohës i harron këto momente, pra harrohen detajet. Dhe kjo është e keqja. Nëse një dëshmitar mund të ishte që tregonte kalimi i kohës sot ç'a duan bing të thoshte jo vetëm gjurmë, por kjo ngjarje ka lënë prova kudo. Prova kanë lënë,
por do punë që këto prova të mblidhen, sepse janë si hallka zinxhiri që do mblidhen në mënyrë të atij që të bëjnë një zinxhir që ta lidhim komplet dhe të tregoj se çfarë ka ndodhur konkretisht atë ditë. Janë shumë veprime që po bëhen, tash një grup hetimor që po bëhet, pavarësisht pa e paragjykuar edhe një herë themi që nuk u mor përsipër hetimi që të krye, veprimet po bëhen. Kemi edhe librin e Bamir Topit, po të kemi parasysh që thot për ngjarjen që ka treguar veprimet pra datën 21, 22 dhe 23 ça ka bo. Kemi komisionin hetimor, po të kemi parasysh, kemi një komision hetimor që ka bo veprime, pra janë ato gjumë që thuhet, që diskutohet ansore, që mund bliden të diskutojnë që qënë deri diku në zbardhjen e autorëve. Por të kemi parasysh ligji kohës, ligji gardës, ka qenë ligj Neri 9 ka qenë i qartë. Pra komandanti kishte raportonte dhe për sigurinë, për mbarvajtjen e punës para ministrit të brendshëm. Ka qenë Neri 9 i ligjit të gardës. Pra ka qenë i qartë, pra duhet ishte pyetur kohë. Me këtë doni të thoni që urdhrin e ka dhënë Basha? Jo, kontroll ish kontroll. Basha duhet tregojë ka ushtruar apo jo këtë kompetencë. Nuk mund të them. Pra e ka ushtruar këtë kompetencë, ku ka qenë, se ka qenë tarac. Ave, ke ushtru, se ke ushtru, qa ke bërë. Pra ky është problem, se i më thot nuk e kam ushtru. Pra ka mos veprim. Tashi nëse s'ke vepruar, elementet e kujt vepre janë, sepse shpërdorimi i detyrës. Po, elementet e një vepre e çmon, pra sepse vrasje bëhet me veprime aktive etj. Megjithatë, duke sqaruar pozicionin gjithkush, del ajo ngjarja. Ka urdhër, s'ka urdhër, dhe nëse ka, kush e ka dhënë. Pra duhet verifikuar dhe thashtë, mos i ngarkojmë prokurorët në çështjes që është në hetim. Pra zëri aty do verifikohet auditpërgjimi është apo jo, verifikohet burimi i provës, pyeten dhe persona se ka persona për të pyetur dhe më pas të dilet në atë. Sepse thash ka ndodhur ngjarje mas 21 janarit, të cilët janë prova tregojnë dhëna për ngjarjen e 21 janarit, sepse 21 janari u qyt çështje mbyllur. U qyt kjo çështje u mbyll, gjithë fillon s'do hapet ku. S'do hapet ku, gjithë secili tu mor ato meritet e veta. Bamiri boni librin e vet, tash që shikon kontribuet tjetër, erdhi ky, jo, unë nuk reagova, por dhe ti do të thuash që libri ish presidentit Topi është një provë e madhe. Po shprov se thot ka ardhur ish ministri brendshëm tek mua dhe më ka thonë shko tek Inera, prokurori përgjithshëm ndiko për 6 orët e ndalimit. Tani lind pyetja. Ministri brendshëm zvje kohë te presidenti i Republikës. Shkote për shkak i thoshte, mund të thoshte ai që shkote tek drejtori i KLSH-s për shkak. Sa je njifte Inën, apo. Ky ka shkuar se lidhje ka. Pra Spaku duhet të thoj, çfarë lidhje, çfarë njohje ka Bamir Topi me Inë Ramës, janë dy institucione të pavarura. Sepse shkoi tek Bamiri dhe nuk shkoi në vend tjetër. Por pse nuk shkoi te kryetari i gjykatës lartë ose ke institucione të tjera të pavarura. Dhe shkoi pikërisht te ky. Dhe dyta, pyetja është për çfarë shkoi dhe kush e ka urdhëruar. Po pra, po këtu është problemi. Tash pse shkoi dhe shkuarja e Bashës, tu ka sjell atë që ka shkuar. Lul Basha nuk është pyet për këtë ngjarje, u pyet mbas 15 vjetësh dhe është bërë luftë nga prokuroria që ky të mos pyetet, sepse të mos fillohet çështja. Apo, pra kemi diçka që shkuarja e këtij dashur pa dashur e ka sjell për atë që ka shku, se nuk është pyet. Dhe ministri i brendshëm merr urdhër nga kryeministri apo? Kryeministri kohës ka qenë Berisha. Do ta sqarojmë personat që do pyeten. Prandaj po them, duhet t'japë sepse ky person ka shku këtu. Pse ka shku? E ka çuar se ka çuar. Domethënë kush? Sepse thash, domethënë ka ndodhur të ngjarje dhe është diçka që ka ndodhur mbrapa, për shkakun që ka qenë prokurori i çështjes në kohën, pra 20 ditë se ka ditë që ministri brendshëm pas ka taku Bamir Topi dhe ka thënë shko tek ajo. Ne nuk e kemi ditë, sepse sot ka ndryshuar me ndryshimet kushtetuese, ka ndryshuar prokuroria. Nuk është më ajo prokurori, sot është decentralizuar, pra atëherë urdhrat e prokurorit përgjithshëm dhe fati që ka shkuar tregon që çështja është ndjekur direkt nga prokurori i përgjithshëm. Pra në mënyrë aktiviti do ketë zbardhje të kësaj ngjarje dhe përgjegjësit të vijnë përpara. Mendoj që po pati i densitet veprimesh, do ketë me një përfundim hetimesh, pra do bëhen detyrat e plota. Pra do bëhen veprimet hetimore dhe do bëhen provat, do merren gjithë provat të çdo dyshimi të arsyeshëm që të arrihet me një përfundim. Pra viktimat që kanë ndjekur çështën të dalit, sepse thash domethënë presin drejtësi, kjo është një ngjarje e rëndë, sepse si thu, pasuria rikuperohet, po jeta e robit, jeta e njeriut nuk vjen më.
bëhet një gabim, pasuria vjen prapë ose shpërdoret, bëhet, gjehet forma, por ngjelet pasuri. Jeta është shumë e shtrenjtë dhe Zoti e ka dhënë vetëm mirë dhe po iken në atë botë, nuk kthehesh më. Kështu që është veprat penale ndaj jetës dhe në kodin penal janë në fillim të kodit penal. Dhe më pas vijnë veprat penale ndaj pronës. Pra jeta është shumë e rëndësishme dhe vepra është e rëndë. Dhe fakti që ne diskutojmë dhe ridiskutojmë për të çështje tregon që kjo çështje e para ka ndjeshmëri për publikun dhe e dyta i mungon një familjar në shtëpi viktimave të 21 janarit, fëmijët po rriten jetim. Dhe gjitha kjo mbetet në dorë të SPAK. Dhe kjo është, jemi në pritje. Falenderoj që ishe me mua këtë mbrëmjenore. Dhe unë ju falenderoj për ftesën, pavarësisht se është vonë, është bukur vonë, domethënë, truri është më i qetë dhe neve themi gjërat të sakta. Faleminderit Zoti Karanja, ishte kënaqësi.